Mirë se erdhët në Public Square. Unë jam Ditmir Bushati. Zakonisht në Public Square unë kam ftuar që diskutojnë rreth një çështje konkrete që ka lidhje me politikën e jashtme, me çështjet e sigurisë, me çështjet e integrimit evropian, me çështjet e bashkëpunimit rajonal, me çështjet e inteligjencës artificiale, edukimit apo ekonomisë, pra një temë të caktuar politike që jo domosdoshmërisht ka lidhje me aktualitetin. Mirë po, protestat të cilat filluan në Zvërnec dhe u transferuan më pas në Tiranë dhe në disa kryeqytete të Europës, e zhvendosën disi edhe fokusin e Public Square. Prandaj, sot unë kam të ftuar Francesca Muçëm, e cila është aktiviste pjesëtare në shoqërinë civile, me cilën duhet të diskutoj rreth kësaj proteste, natyrës saj, energjisë, dilemave për mënyrën se si kjo protestë mund të transformohet dhe asaj se çfarë mund të sjellë ky reagim qytetar që ne po shohim rrugëve të Tiranës. Francesca, mirë se erdhe në Public Square. Mirë se ju gjeta dhe shumë faleminderit për ftesën, por edhe mbi gjitha që keni vendosur që ta keni në fokus këtë ngritje qytetare. Francesca, si e lexon ti protestën e kësaj jave në radh parë në rrugët e Tiranës, por edhe në cepat ndryshme të globit ku unë shoh një mobilizim të shqiptarëve kudo ku ato jetojnë? Për hir të vërtetës, unë këtë protesta e të rinjve që duan të jetojnë në Shqipëri. Me të vërtet, protesta filloi për Zvërnecën dhe megjithatë për atë shpërfaqe të arrogancës që ne pam teksa protestohej në Zvërnec, ku një qytetar u rrëmbye në mes të ditës me diell, por po të ndjekësh të gjithë kërkesat e protestuesve, të gjithë thirrjet e tyre dhe po të jesh në shesh me ta, dhe unë kam qenë në shesh me ta, energjia Ditmir është kaq e pastër dhe kaq e bukur sa e gjithë gjëja ka kaluar përtej Zvërnecit. Mendoj që në ditën që ne flasim, të gjithë të rinjt që janë në shesh, dhe unë mund të them pa ndroje që kam qenë në pjesë më të madhe të protestave që janë zhvilluar në Shqipëri, unë nuk kam parë më shumë të rinj të bërë bashk dhe më shumë qytetar. Pra njerëz të vërtet, jo militant, jo njerëz të sjellë nga nuk e di kush, por njerëz që kanë dëshirë të jenë aty ku janë. Dhe nga Zvërneci, dhe kuptohet që Zvërneci vazhdon të jetë një pjesë e rëndësishme e protestës apo e gjithë frustrimi që ka me formën se si është trajtuar ose se si janë trajtuar zonat e mbrojtura në Shqipëri në këtë rast, ka kaluar edhe në një frustrim të mbartur të rinisë shqiptare për sa i përket kësaj politik bërje dhe kësaj qeverie që nuk përfaqëson më interesat e të rinjve. Dhe po të shikoje gjatë gjithë kohës thirrjet në protest, kanë qenë thirrje të zëshme, do thoja, që ne duam ta kemi jetën tonë në Shqipëri, na lini ta bëjmë jetën tonë në Shqipëri, sepse kërkojmë dhe duam të kemi më shumë nga kjo Shqipëri, por po na e bëni të pamundur. Tha disa gjëra të cilat mua më bën përshtypje. E para që kjo është protesta e rinjve që dëshirojnë ta ndërtojnë Europën në Shqipëri, pra dëshirojnë që ndërtojnë një jetë dinjitetshme në Shqipëri. Së dyti folët për një frustrim të mbartur, pra që do të thotë që shkon përtej Zvërnecit dhe përtej çështjeve mjedisore. Së treti folët për një bashkim të rinjsh nën flamurin kombëtar, pra një protestë qytetare, një protestë aktivistëve dhe të njerëzve që kërkojnë një jetë më të dinjitetshme. Cilat janë pikat e përbashkëta të këtij frustrimi? Pra cilat janë pikat e përbashkëta që i mbajnë të ndërlidhur njerëzit në këtë protestë sipas jush? Mendoj që u bë një kohë gjatë që të rinjt në Shqipëri ose qytetarët e denjtë të këtij vendi që duan të kenë një jetë normale, të punojnë, mos të vjedhin, bëjnë korrupsion etj. Nuk e gjejnë më veten të përfaqësuar në qeveri. Por mbi të gjitha, mendoj që kemi kaluar në një tragjikomedi, ku persona të cilët o janë në hetim nga spaku, o janë të dënuar, ti shikon pa gjë të keqe në media, mundësisht duke ju bërë lavazh figure. Nga ana tjetër,
kanë prevaluar modelet negative të zhvillimit profesional apo të zhvillimit ekonomik, ku si në diskutimet që bëhen në Shqipëri, apo qoftë edhe nga korrupsionet e skandalit që dalin çdo ditë, ti rri dhe dëgjon dhe mendon, ore, a është e vërtet çfarë po ndodh në këtë vend? A janë këto imagjinata më të frikshme të ndonjë telenovele, apo janë me të vërtet veprimtari që ndodhin në këtë vend? Në thelb, unë mendoj që një ndër problemet që të gjithë të rinjt apo të gjithë qytetarët në Shqipëri kanë është siguria e jetës. Ti nuk ke më siguri që investimi që ti bën në këtë vend, dhe kur them investimi, është edhe fakti që unë po jetoj në këtë vend dhe kam zgjedhur me vit të dije të jetoj në Shqipëri dhe jo diku tjetër. Përpos investimit në edukim, punësim e tjerë, është apo nuk është i sigurt? Sepse në momentin që sundimi i ligjit është në pikpyetje në vend, kuptohet që kjo sjell, le të themi, ose kjo përkthehet në një sër hallkash të tjera mos funksionimi në çdo drejtim. Duke filluar që me pjesën e arsimit, kur ndër vite neve dhe me rezultatet e PISA-s e tjerë kemi vënë re që Shqipëria vetëm është përkeqësuar në renditje, kur flasim për pjesën e policisë, kur flasim për pjesën e gjyqësorit, kur flasim për pjesën e shëndetësisë, e tjerë. Dhe mendoj që të gjithë këto komponent të bëra së bashku kanë sjellur në protestën që ne kemi sot e kësaj dite, që për hir të vërtetës unë nuk mund të isha më shumë e lumtur që e kam dëshmuar, apo që të shikoj të tillë entuziazmi dhe qëndrese nga rinia, e cila nuk dënon vetëm një palë politika, po është duke dënuar çdo palë politika për mungesën e tyre të vizionit dhe të dashurisë fundja fare. Unë kisha kohë që nuk e dëgjoja fjalën ADD të përmendej në diskursin publik në Shqipëri, ose edhe në diskutimet që neve kemi me shoqe profesionist koleg. Pra, këtu kishte arritur, le të themi, degradimi, apo shmangja, apo dorëzimi, kjo ndoshta është fjala tamam. Këtu kishte arritur dorëzime. Dhe mendoj që të rinjt tani po përgjigjen, që kërkojnë më shumë, duan më shumë dhe kanë shumë të drejtë. Sepse politika shqiptare në gjithë këto vite, në 30 vite plus përpjekje për demokraci, se është pak ambiciozë ta quajmë demokraci, ka arritur vetëm të ricikloj modelet e vjetra të kultit të individit, të autokracisë, të leadershipit, qoftë të PS-s, qoftë të PD-s, që pa vdekur nuk lëvizin nga karrikja, dhe here we are. Yes, here we are. Dhe për hir të vërtetës, me çfarë shohim këto ditë rrugëve të Tiranës, por edhe me çfarë ti po thua këtu, më ngjan relativisht me përshkrimin që bënte filozofi francez Pierre Lévy për atë që e quante qyteti inteligjent. Pra, ku njerëzit nuk grupohen rreth një partie politike apo një pushteti, por grupohen rreth disa vlerave të përbashkëta dhe disa shqetësimeve të përbashkëta, që janë përtej bindjeve politike. Dhe në këtë kontekst më tërhoqi shumë elementi që ti ju referove, për fjalës model, pra role models, pra modelet negative që promovohen, qoftë në politik, qoftë media. Dhe ti marrim pak me radhë. Sfari, atë ka bërë përshtypje që me përjashtim të News 24-s dhe Euronewsit, asnjë media tradicionale nuk ka raportuar për protestën? A është kjo ose qëndrimi juaj për të mos u shfaqur tani nëpër media tradicionale si një reagim ndaj, le të themi, censurës të këtyre mediave? Faktikisht një ndër thirrjet e protestës ka qenë pikërisht edhe bojkotoni mediat, dhe jo pa qëllim. Tani, dhe mendoj që kjo është një frustrim tjetër në listën e frustrimeve që të rinjt apo dhe profesionistët e rinj kanë në Shqipëri, se po të shikosh trendet migratore, Shqipërinë po e lejnë të gjithë
qytetarët 35 e poshtë, dhe kjo është e frikshme për të ardhmen ekonomike, sociale, demokratike të vendit. Dhe në konsideruar se sa të centralizuara kanë filluar të bëhen pushtetet, veprimtarit dhe çdo gjë tjetër në Shqipëri, mua fakti që pjesa më e madhe e medjave nuk kanë reaguar fatkeqësisht, po shumë fatkeqësisht, nuk më bën habi. Pjesa më e madhe e të rinjve informohen nëpërmjet Instagramit dhe TikTokut, pra nuk është se informohen nëpërmjet medjave. Dhe kjo është dhe arsyeja pse outreachin apo ndarjen më të madhe protesta e ka pasur në media sociale. Dhe më vjen shumë mirë që të rinjt kanë arritur që të bëjnë edhe një lloj presioni pozitiv kundrejt influencerave, kundrejt edhe asaj gjeneratës që më vjen keq të ta them, drejt mirë, po domethënë edhe prindërit e mi, ndoshta edhe ti, etj, bëjnë pjesë për të reaguar. Dhe nga njëra anë kjo si protestë është edhe një ushtrim shumë i bukur sociologjik për të parë se si ndërveprojnë brezat e ndryshme. Qofse brezat e mëparshme, dhe padyshim unë respektoj çdo brez dhe protestat dhe veprimtarin që çdo brez është përpjekur të çojë më përpara, kjo protest dhe kjo gjenerata Z dhe gjenerata millennials, si quhen ndryshe, e ka zhvendosur totalisht protestën në mediat sociale, edhe duke i braktisur media tradicionale, por edhe me një lloj qartësie shumë të madhe për atë çfarë ata qëndrojnë. Dhe një herazi më zhdukur edhe sikur të rinjt në protestë kanë qenë dhe duke i dhënë një mësim ose mesazh, mund ta marrim si do doni, prindërve apo dhe familjarëve apo dhe pjesës tjetër të shoqërisë që në një lloj forme është totalisht e dorëzuar. Është totalisht e dorëzuar për të protestuar, ka normalizuar në një lloj forme që në këtë vend gjërat kështu bëhen. Dhe në moton gjërat në këtë vend kështu bëhen, vazhdojmë mbajmë gjallë nepotizmin, korrupsionin, e nuk e di unë se sa forma të ndryshme veprimtarie negative. Pra, kur flasim për model, nuk kemi parasysh vetëm individin apo individët. Pra, ajo çka unë kuptoj nga kjo protestë dhe nga çfarë ti po thua, ne kemi nevojë për një koncept komplet tjetër se si qeveriset vendi. Pra, me disa balanca, me disa qendra pushteti, me një barazi më të madhe të mundësive, jo vetëm për të rinjt, po për gjithë shoqërinë, me një raport më drejt mes tregut punës dhe kapitalit, me një kufizim dhe një luftë sa më të madhe të mundshme ndaj korrupsionit, krimit të organizuar, oligarkisë, me një distancim ndaj atyre modeleve që nuk do të donim t'i pranonim në jetën tonë të përditshme, po bëjmë kompromis dhe jemi dorëzuar në jetën publike. Kjo është ideja? Po, dhe unë mendoj që së pari po protestohet për boshtin e vlerave, boshtin e vlerave që kjo shoqëri e ka humbur, dhe nga fakti që e ka humbur është normalizuar korrupsioni dhe të zhvilluarit ekonomik në format më monstruoze të mundshme, ku ti ngjon lajme dhe raste korrupsioni ku vetë qeveria bëhet palë në grupe kriminale, dhe mendoj që kjo është e para që në një lloj forme gjenerata Z dhe gjenerata millennials janë duke kërkuar në ditën që ne flasim nëpërmjet këtyre protestave. Pra, dëshira për të sjellë një bosh të ri vlerash, por një herazi dhe për të pasur një model të ri qeverisës që nuk ka korrupsion sistemik të përfshirë. Dhe që një herazi forcon demokracinë dhe i ofron këtyre të rinjve dinjitet, dhe besoj që edhe protestat e të rinjve në Shqipëri do kenë një jetëgjatësi.
pavarësisht gjithë lajmeve që kemi ngjuar të fabrikuara këto 2 ditët e fundit, me armiqt imagjinar se si po vinë, po na pushtojnë, po na luftojnë etj, dhe sigurisht që unë nuk i futem analizës në atë drejtim, po në njerëzit që unë takoj që po mbështesin këtë protest, vetëm armiq imagjinar dhe protestat e organizuara nga fqinj dhe armiq imagjinar këtu nuk ka. Përkundrazi, ka vetëm qytetarë që duan të jetojnë në vendin e tyre dhe kërkojnë një qeverisje që i përgjigjet zhvillimit të vendit, po të vendit, jo të 2 individëve. Si do t'i përgjigjesh ti argumentit që kam dëgjuar dhe lexuar këto ditë në hapësirën publike, se pse kjo protest tani për Zvërnecin, ndërkohë që ka përfunduar për fat keq procesi i betonizimit të Bregdetit Jonjan në Shqipëri. Mjafton të shohim Palasën, Dhermiun, ka pasur një protest disi më të vogël për sa i përket pjesës të Adriatikut në Rjoll, për mos shkuar tek Gjiri Lalzit dhe Golemi që janë histori të skaluarës, apo betonizimit të Tiranës, getoizimit të pjesëve të caktuara të kurorës së gjelbër dikurshme të kryeqytetit tonë. Pra, jam kurios di, a është kjo një revolt ndaj faktit që të mirat publike, ekonomia, pasuria e këtij vendi, detët, lumenjt, liçenet, malet, sheshet publike, parqet janë në duar të një grushti shumë të vogël njerëzish, pavarësisht në rast se janë shqiptar apo janë të huaj. Është ky një reagim që ka lidhje edhe me një lloj ku e diun kriticizmi që vjen shpesh për familjarët e presidentit Trump, ka të bëjë me një specifik të caktuar që Zvërneci e kanë dhe nuk e kanë gjithë copsat e tjera të Shqipërisë që unë përmenda, apo është derdhja kupës? Është derdhja kupës, në vlerë absoluta. Dhe mendoj që kjo protestë është shumatorja e të gjithë rasteve që ti përmenda dhe gjithë këto persona, se kam pasur dhe unë komente të tilla, si në mediat e mia sociale, si mesazhe, jo po pse nuk protestuat për këtë, jo po pse nuk protestuat për atë. Ndërkohë, çfarë harrojnë këta njerëz është që demokracia ka të drejta dhe përgjegjësi. Kështu që pse nuk u çuat ju të protestonit për ato, por prisni që gjatë gjithë kohës të vi dikush tjetër të bëj demokracinë, të bëj qytetarinë, të bëj shtetbërjen për ju. Kur në fund të ditës, edhe ti si qytetar ke të drejtat, por mbi të gjitha përgjegjësitë e tua për vendin ku jeton. Kjo nuk do të thotë që për çfarë po protestohet tani, ose për gjërat që po protestohen tani janë më të rëndësishme se gjithë rastet e tjera që ti përmende, në vlera absolute. Po, mendoj që në ditën që ne flasim, ka shkuar, dhe unë kam shumë frikë ta them këtë fjalë, ka shkuar aty ku zbëhet më keq. Sa herë që unë them zbëhet më keq, nëpër media ne ngjojmë një rast të ri korrupsioni që i kalon çdo cak të mundshëm. Dhe mbi të gjitha, ne kur flasim për ndryshimet e bëra në ligjin për zonat e mbrojtura, ka pasur protesta që në shkurt 2024, ka pasur organizata, ka pasur qytetar, përfshirë edhe vetë, ndaj mendoj që të gjithë këto pyetjet, jo po pse protestuat tani, jo po pse protestuat pastaj, në thelb nuk ndihmojnë. Dhe në thelb nuk sjellin asnjë lloj debati konstruktiv apo asnjë lloj vlere në gjendjen që ne kemi në ditën që ne flasim. Si ka mundësi që në protestat që janë zhvilluar për rreth 2 vjet në Serbi, në protestat që po zhvillohen tani në Shqipëri, apo edhe në protestat tjera që janë zhvilluar në rajonin tonë, nuk shoh më flamuj të Bashkimit Evropian. Shoh vetëm flamujt kombëtar, pra flamurin e Shqipërisë, që se studentët për shembull në 90-ën nisën një revolucion me sloganin e duam Shqipërinë si gjithë Europa,
duket që revolucioni i flamingove, siç po quhet gjithnjë më tepër, po udhëhiqet nën sloganin Shqipëria e shqiptarëve. A ka të bëjë kjo me faktin që gjenerata juaj nuk e ka të domosdoshme për të identifikuar veten me Evropën, siç ishte gjenerata jonë që u rrit pas rënies të murit Berlinit, apo BE-ja gjithnjë më tepër po shihet si një instancë burokratike që edhe për shkak të ndonjë deklarimi të shoqërosur të udhëheqësve të saj, më shumë shihet si aleate pushtetit se saj qytetarëve, qoftë edhe për kur bëhet fjalë për protestat dhe për garantimin e disa drejtave që janë në themel të idealeve mbi të cilat qëndron BE-ja. Të rinjt në Shqipëri dhe të rinjt në Kosovë shprehen më pro BE-s krahasimisht me të gjithë të rinjt nga vendet e tjera të rajonit. Edhe ata sigurisht, po secili në përqindje të ndryshme. Ndërkohë të rinjt në Shqipëri dhe të rinjt në Kosovë kanë përqindje më të lartë kundrejt BE-s. Megjithatë, unë këtë gjë nuk e shikoj detyrimisht si diçka të keqe, sepse po të shikosh të gjithë narrativën që ka qenë në historinë e Shqipërisë, që para se Shqipëria të bëhej shtet, ka pasur gjithmonë këtë narrativën që na bëj BE-ja, na bëj Amerikanit, na shpëtoi filani, ndërkohë në rastin konkret më duket sikur të rinjt janë ata që po marrin fatin e vendit të vet në dorë, ashtu si kundërsa dhe duhet të ndodhe. E përmenda edhe më përpara dhe unë vazhdoj e përmend këto kudo që jam, që neve kemi të drejta dhe kemi përgjegjësi dhe nuk mund të delegojmë përgjegjësitë që ne kemi për t'i bërë gjërat mirë në Shqipëri apo kudo në botë që jemi, se ti qytetar i mirë duhet të jesh çdo ditë, jo vetëm në një vend. Tek të tjerët, përkundrazi, ajo është përgjegjësia jote, që nga partia politike që ti voton dhe deri te ku hedh plerat edhe sa respekton rregullat e qarkullimit rrugor, që mund të duken gjëra bazike, po në fund të ditës bëjnë BE-n apo bëjnë demokracinë apo përbëjnë vlerat europiane. Kështu që unë këtë detyrimisht nuk e shikoj, kjo mua nuk më duket si gjë e keqe. Madje përkundrazi, më duket edhe si diçka pozitive që krahasimisht me gjeneratat e prindërve tonë, të cilët kanë pasur një dorëzim nga ky vend, tani ndoshta edhe për shkak të indoktrinimit të diktaturës, apo edhe për shkak të gjithë toksicitetit të asaj periudhe etj, gjenerata Z dhe gjenerata Millennium ka totalisht një qasje tjetër. Cili do ishte skenari pozitiv sipas Franceskës i protestës dhe asaj që ka mund sjell protesta për një Shqipëri më të mirë, më të drejtë dhe ku jetohet më me dinjitet? Për hir të vërtetës, skenari pozitiv do ishte, dhe ndoshta kjo është shumë wishful thinking, konsideruar ca intervista që kemi parë dhe se si janë nivelet e autokracisë ditën që ne flasim, do ishte dorëheqja e qeverisë. Në skenarin më pozitiv të mundshëm është pikërisht dorëheqja e qeverisë. Ndërkohë, disa nga kërkesat e tjera të cilat kanë qarkulluar nga protestuesit, është edhe anullimi i ndryshimeve për ligjin e zonave të mbrojtura dhe në ligjin për trashëgimin kulturore, apo edhe shfuqizimin e paketës së maleve dhe të kuadrit ligjor që lidhet me investitorët strategjik. Që praktikisht kjo kuadri i investitorëve strategjik mua më duket më shumë si kuadri i investitorëve qyll, por nga ana tjetër ne duhet të jemi edhe pak ndoshta të drejtë ose ndoshta jo dhe nuk gjej një fjalë fikse për ta përshkruar, por të shikojmë trajektoret e protestave të tjera që kanë ndodhur qoftë në Shqipëri, qoftë në rajon. Pra, në Serbi, për një kohë shumë të gjatë u kërkuan si votimet, si zhvillimi i zgjedhjeve të reja, apo si nga ana tjetër ndryshimi i qeverisë dhe asgjë nuk ndodhi. Kështu që unë nuk do habitesha që edhe në rastin e Shqipërisë të gjehen forma nga më të ndryshme për ta përçarë protestën, pavarësisht se kjo është revolucioni i flamingove, jo pikërisht për formën se si flamingot operojnë dhe qëndrojnë me njëri tjetrin, apo kanë edhe një lloj
forme horizontale në bashkëpunim, por duhet parë në afatgjatësi se sa edhe kjo qasje horizontale do mund që të ketë jetëgjatësi dhe të prodhojë diçka. Megjithatë, unë besoj që nëse presioni është konstant dhe është i vërtet, ashtu sikundërse është ndjerë këto ditë, do të çojë diku. Kjo është pak po e sigur. Të paktën arrogancën e pushtetit që nuk sfidohet, nuk do ta kemi. Francesca Muço, ishte kënaqësi të kisha në Public Square. Kënaqësia ishte imja, shumë faleminderit.